Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sonte jemi me çlirimin e Mekës. Unë kreta ato ngjarje dhe ato zhvillime që kemi përmend deri tash, prej hijretit e deri në vitin e 8, të hanë plot 8 vjet i ka aktivitet pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, larg Mekës, larg Qabës, larg Umrës, larg Haxhit, larg, tash ka ardhur momenti që Qabës mu ju kthy pozita që e meriton, vendi ku e ka, edhe taman me qenë shtëpia e Allahut, kible e muslimanëve, atyre të cilët e njësojnë Allahun e lartësuar dhe jo atyre që i bojnë shirk edhe i bojnë shok Allahut të lartësuar pikërisht për Qabës. Çlirimi i Mekës, që kemi thonë dersin e fundit, i paraprin shkelja e marrëveshjes së Hudejbis, në të cilën marrëveshje ka qenë të renditur atë disa pika, për 10 vjet nuk ka luftë më mes Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe mes Mekasve. Edhe secili me rujt njëri tjetrin, secili me rujt partnerët edhe alatët njëri tjetrit, mirë po nuk shkojnë 17 muaj ose 18 edhe shkilet kjo marrëveshje. Më thonë një vjet e gjys nuk kanë mujt me duru ma tepër, mushrekt, pa e shkel marrëveshjen, edhe kemi përmend që kur pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka shkel marrëveshje, gjithmonë marrëveshjet që i ka pas me njerëzit i kanë shkel pala tjetër. Pasi që e shkelen marrëveshjen, provoi Abu Sufjani erdhi në Medinë, provoi me përsërit marrëveshjen, me e kthy ku ka qenë, po pejgamberi alayhi salatu wassalam s'ishte më interesuar për marrëveshjen. Unë ja dhash mundësinë. Edhe ju nejtan fjalë, ju nejtan besë, pse s'nejt ju? Edhe kishte ardhur koha që Mekës mu ju kthy tauhidi, edhe njësimi i Allahut të lartësuar pikërisht te shtëpia e parë ku është ndërtuar në tokë për mu madhru Allahu i vetëm. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah Allah. Shtëpia e parë që është ndërtuar në tokë për çka? Mu njësu Allahu. Me adhuru vetëm Allahun dhe askan tjetër, është në Beke, do më fjala është për Qabën Mekë. E ta shqike Qabë, ka ardhur koha më u kthy taman shtëpi e Allahut ku madhrohet vetëm Allahu dhe cila është kible e atyre që e madhrojnë, e adhurojnë, i nënshtrohen vetëm Allahut të lartësuar. Mirë po, pse kishte nevojë Mekka mu çliru? Dikush mund të më thonë neve, jo muslimanët, kur flisni për luftrat e muslimanëve thoni çlirime, kur flisni për luftrat e tjerëve thoni pushtime. A nuk është kjo standardi dyfisht? Nuk është standardi dyfisht, sepse këty ne i themi shfletoni vetëm pak historinë. Edhe shikoni se çysh ka hyrë ushtria muslimane në një vend, edhe çysh ka hyrë ushtria jo islame në vendet islame. Edhe e shihni dallimin e madh. Pastaj ushtria muslimane, edhe muslimanët nuk kanë hyrë në një vend vetëm se shumë shpejt ai vend u hin islam. Ndërsa nuk ka hyrë ushtria islame në vendet islame vetëm se ka bë masakra, ka bë vrasje, ka bë krime të mëdha dhe e ka shtu urrëtitjen edhe më shumë të banorëve kundër atij vendi që e ka pushtuar. Historia është dëshmitari më i madh. Edhe dëshmitari më i qartë edhe më i drejt për drejt i kësaj që po e themi është pikërisht çlirimi i Mekës. E kështu që çlirimi i Mekës ishte si nevojë e kohës, edhe kishte ardhur koha që mos bëhet mushty. Mekka duhet më u kthy në dorën e muslimanëve, sepse ato është shtëpia e Allahut të lartësuar. Edhe për ata kemi arsye të ndryshme, kemi arsye politike, kemi arsye strategjike, kemi arsye fetare, kemi arsye edhe shoqërore. Arsye politike, më thonë, të aspektit politik është pikërisht thymja e marrëveshjes dhe shkelja e marrëveshjes edhe s'ka më marrëveshje me Mekën. Ndërsa arsye strategjike gjithashtu ishte që qëllimi ishte që Mekën me kthy në një vend të stabilitetit dhe jo të destabilitetit. Një vend ku buron stabiliteti, qetësia dhe besimi i vërtetë i mirëfillt dhe jo e kundërta. Ndërsa arsye sociale ose shoqërore ishte edhe ajo ndjenja ose nevoja e sahabëve të cilët fillon me ndi qysh herët se kanë hinë Mekë dhe s'po mujnë me hinë, sepse e shihnin në ëndër Mekë. Edhe njeri
aty senet që i ka Marak ishe ëndër. Në një prej formave të ëndrave është diçka që ke Marak shumë ishe ëndër. Për ata të kalumen, dhe keni në profesori joni, të kalumen i kanë thonë njeri të kallëzëm me konë rrenun e të kallëzaj kushje. Dhe kësot i thejmi kallëzëm i qëfar ëndra, po sheun të kallëzaj kushje. Sepse në rreth që aty në ëndrave që ishe, që aty pari e sjell jetën tonë. Shë biznese, shë kjerët mira, shë që të pari i të sjell. Shë të hangër, shë të pi që të pari i të sjell. Shë diçka tjetër që të pari i të sjell, për arsye se pjesa më e madhe e ëndrave ndërlidhet me ambicjet edhe dëshirat e njerëzve. E sahabët e shenin vetën të hinë Mekë. Qyshu se po të hinë Mekë? Që ata faleshin prej Medinës, ka qabja, ka Mekë të këthim. Dhe s'mun me hinë Mekë, s'mun madhru Allahu në shpinë Allahut. Që e kishë ndërtu Ibrahimi a.s. I cili Ibrahim alayhi salatu wassalam është simbol edhe sinonim i tauhidit edhe monoteizmit, besimit të mirëfillt, që prej kur e ka marru qabën. E to pastaj Allah i lartësuar zbriti ajete la tadkhulu në al-masjid al-haram insha Allah amin. Keni me hinë qabë. Keni me hinë qabë të sigurt s'kam ju prej kërkush. Edhe keni me i shkurtu flakte, keni me i ru flakte, ka mu bo qabja juve krejt këtu, vetëm se duhet sabër dhe fillun sahabët me ndikta. Kur, do më sikur se e pëstin vetën, kur po i Mekë, kur po bëhet Mekja jonë, kur po shlirohet Mekë. Mirë, arsye fetare lëzni, prej arsye fetare që i përmendin historianët, është sepse një pjesë e madhe sahabëve ishin muhajgjer, ishin largu pi shtëpive të veta. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam kur hin Mekë, qëllimtar, i thënë asë përshkon të shpia ju, a në kanë lënë shpi diçka, në i kanë morë këtë dhe shpia, s'ka në kanë lënë shpia. Për ata dhe netët nuk i ka lënë shpit vetë në Mekë, po i ka lënë tenë dikon atje, se s'u ka metë më shpi, ju kanë morë kretë. Dhe kush rritë vetë. Të më thonë, i lanë pasurit, i lanë shpitat, i lanë tukat, i lanë bizneset, i lanë shkapatën. Edhe nuk është e lejtë me i lanë që shtu me një venë, sikur se muhajgjerët e tëllë. Të thonë, sëtë me ju folë muhajgjerëve, për vendet fshatrat edhe vendbanimet e tyre që i kanë pas në të Sanxhaku i Nishit, të Sanxhaku i Toplicës e Manena, e shë që sidomos ata të vjetrit flasin me mall. Janë kanë kështu, na kanë thonë pleshtë të në kështu, vështirë është mi harru këtë sene. Edhe, do më thonë, sahabët e kishin lanë pasurinë dhe tokat e tyre kishin lanë Mekë. Gjithashtu, qabja e cila është simbol i njësimit të Allahut lartësuar dhe madhërimit vetëm të Allahut, ishte shndruar në simbol të idhujtarisë. Mrena qabës edhe rreth qabës ishin më të tepër se 360 idhuj që i thonin zota. 360 zota. Këta të mos se paranën logjika e shnë. Shku në qabë, shpijen e parë që është ndërtu në tokë, më madhru vetëm Allahu i lartësuar. Gjithashtu, banorët e Mekës kishin nevojë më u çliru prej arrogancës edhe tiranisë krerëve të Mekës. Të thonë sepse Mekën, sikur se e mbanin në zinxhir, të lidhën zinxhir edhe në pranga, që ata krerë, 10-15, edhe ata vendosin standardin Mekë, s'ka me lënë besimin e të parëve të ju, s'ka ashtu, s'ka kështu, edhe sikur se ishin bë banorët e Mekës tjerë, të rëndant, ishin bë robë dhe sklavër që soj klobe. E ta është ka nevojë që këtyni me thonë këtal, si një që vendosin në tokë. Edhe pikërisht se banorët e Mekës kishin nevojë më u çliru prej arrogantave dhe tiranëve të tyre, është vetë fakti se pejgamberi alayhi sallam 19 ditë sa rrin Mekë, pjesa dërmuese me kasve bëhen musliman. Po e ndinin ata nevojën. Edhe kishin nevojë dikush mja hap rrugën për me pranu islamin. Mirë, po që ta kukat, që ta kret nuk e lenin. Edhe kishor kukat që këtyne me i thonë apo bëhej musliman apo po largohej. Mirë, ky çlirim të ndrova vëllazër ka ndodhur me 20 Ramazan të vitit të 8 të Hijretit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ban planin për shërimin e Mekës. Mirë, po plan të msheft sekret. Prej arsyeve që e ban planin sekret është se nuk po don më ju dhon mundësi me kasve mu grupu edhe mu armatos që me ndodh lufta. S'po don luftë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po i merr të gjitha shkaqet edhe po i shfrytëzon të gjitha mundësitë që mos me ndodh luftë mes muslimanëve dhe me kasve. Edhe për ata e nis Qatada ibn Rabia me një grup të kalarzve e nisën drejtim të kundërt të Mekës.
Domthon Mekka është në jug për Medinës. Pejgamberi alayhis salam i armatos këta, edhe kalors, edhe tamam ushtar, edhe i nis kaveri për me hub komplet trak. Edhe me minun njerë që pejgamberi alayhis salam o të bogati, se ata e dinin që o të bogati. Mirë po jam sy ka dikon kaveri, nai te boka, nai Khayber, nai dikon. Që mos më shku menja dikujt që është ka shkon në Mekë. Edhe i tha këtyne, ja caktojnë një distancë dikon 50 kilometra, kur të më rinte e pika kthehi, e dredhni rrugën edhe na bashkohin rrugës për në Mekë. Edhe më hum planin e msheft. Po thuj se nuk e dinte as Abu Bekri, as Omeri, as shokët e ngushtë pejgamberit alayhis salam. E dinin që duhen me shku në Mekë, mirë po qyshje tek nuk e dinin. Pastaj pejgamberi alayhis salam arriti më i mobilizu fisët rreth Medinës që ishin bë musliman, edhe disa fisë rrugës për Mekë, edhe me gjithë këta, edhe krejt muhaxherët, edhe krejt ensart u rreshtun, edhe arriti me i mbledh 10.000 burra, 10.000 ushtar. Pejgamberi alayhis salam është interesuar me mbledh sa më shumë njerëz që mos mendohet orvatjet edhe përpjekjet edhe tentimet e mushrikëve me kundërvim me luftë. S'po don luftë. Edhe arrin me nxit këto fise, sikurse fisi Aslam, fisi Ghifar, pastaj Muzejne, Gjuhejne, domthon fise jo shumë të mëdha, po krejt që ishin bë musliman për këtyre fiseve, krejt arrin me nxit edhe krejt u bashkohen. Edhe jep urdhër që mos me qu kur një lajn, as kur një informat mos me nxjerr prej Medinës, kërkon sidomos për Mekë. Mirë po ndodhi diçka interesante. Një sahabi me emrin Hatib ibn Abi Balta. Aja këni një zonin e hershti. Hatib ibn Abi Balta. Hatibi, radiallahu anhu, është prej ushtarëve të Bedrit, ka marrë pjesë luftën e Bedrit. Mirë po, i shkon me një atina, e bani farishtihadi, edhe i shkron një letër të msheft, edhe ja jep një gruas, një robreshë cila ka lëviz shpesh prej Mekës Medine, edhe thot që jam me kasve që ta. Edhe i shkon letër prej Hatib ibn Abi Balta të banorët e Mekës se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nis me ushtri për Mekë. Edhe i vjen shpalla pejgamberit alayhis salam, sepse Allahu po i ndihmon që me mojt planin msheft, edhe sekret. I vjen shpallja që kështu ka ndodhur. Edhe thot Ali radiallahu anhu, mua Zubair ibn Awamin, edhe mërthet një sahabi tjetër, na dërgoi pejgamberi alayhis salam dhe tha shkonin filan vendin, keni me taku një grua e cila e ka një letër të fshehur në trup. Edhe mos kthehi pa ja marr këtë letër. Edhe nisën. Ali radiallahu anhu thot, qysh ne ka përshkruar vendin pejgamberi alayhis salam, e kemi rrit këtë vend. Edhe njëta grua që ne ka përshkruar. Ke dhujtare ka qenë. Thot, apo na jep letrën që kemi veti, atë çka po thot, ja s'kam letër. Thot, apo na jep letrën, a kena më të kontrollu mirë. Kur e kërcënojnë, e nxjerr letrën prej kacelit flakëve. Thot, ja bin pejgamberit alayhis salam. Athir Hatib ibn Balta, thot, pse e ke shkruar këtë letër Hatib? A morëm vesh na mos më lajmërohesh. Hatib ibn Balta, ibn Abi Balta thot, i dërguar i Allahut, vallahi thot, nuk e kam bë këtë pse nuk e du Islamin ose i du ata. Thot, po unë e kom bo men që na kena me hin Mekë, se kena me hin, s'ka kush që na nolë. Krejt që ta shukë të tu, muhaxherët, krejt e kanë dikan Mekë atje që ja umbrun familjet edhe ja umbrun prunat. Unë s'kam kërkonin. E më shkoj menjet t'i lajmëraj ata që s'paku ta kam këto si shkak edhe si alibi që më mirujt edhe ata familjarët e me që më kanë met atje. Thot pejgamberi se, të vërtetën e tha. A më të më të i dërgu me Allahut. Ta ikmi qafë këto. E tradhtoi Allahun, edhe e tradhtoi dërgumin e tij, se i dërgumi bëhet mos çeni lajme kë ka çu. Thot pejgamberi alayhis salam, "O Omer, ku e din ti? A di që ka marrë pjesë luftën e Bedrit? Ku e din ti Allahu u luftarëve të Bedrit ju ka thonë bëni çka doni se mos ju ban dëm kuq." Pastaj Omeri çon. Radiallahu anhu çon Omeri edhe e kupton rëndësinë e luftarëve të Bedrit dhe shokëve të pejgamberit alayhis salam. Pastaj zbret ajeti kuranor, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, o ju që keni besu mos e merrni armikun tim dhe armikun e juaj për dost mek ose jaran, duke ja shfaq dashurinë edhe bujarinë e mirësinë ndaj tyre. S'ka do të thonë. Përderisa janë armiq ju edhe armiq të Allahut të lartësuar. Këtu mbaron tregimi Hatib ibn Abi Balta, as nuk është bë munafik, as nuk ka bë, domethënë pse vepra është kundërshtim e fjalës pejgamberit alayhis salam, mirë po
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka qortuar më tepër, e ka kuptuar arsyen edhe e ka arsyetuar në një farë mënyrë dhe prap ka vazhduar Hatib ibn Belta me mbet ai që ka qenë me ato vlerat që i ka pas. Mirë, janë disa ngjarje gjatë rrugës që kanë ndodhur. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Xhabiri radhiyallahu anhu, ka xheru i dërguar me Allahu deri në vendin Kudejt. Kudejt sot paravarësisht në 80 kilometra pa hin Mekë. Do të thonë 300 diçka kilometra i ka bën xherush. Edhe se ka prishë xherimin. Mirë, po kanë shku sahabët i kanë thonë o i dërguar me Allahut. Sahabët nuk po e prishin xherimin, janë lodh, po të shojnë ty që s'pe prish xherimin as ata s'prish. Atë pejgamberi alayhi salatu ordnon me sjell do ujë, edhe pin ujë, edhe han çka gjona i hurmë në diçka para kretëve, edhe fillojnë sahabët me prish xherimin. Disa nuk e prishin xherimin. Pejgamberi alayhi salatu e ndërpreti xherimin sepse është udhëtim, pastaj është luftë, ka mundësi me ndodh luftë. Edhe tu kaluat e pari e shenjonin që është shtrinj, me nëzi po merë frejmë ja Livanosën, po i rrinë do për minja, po i bojnë hije, po e vladisin. Thot, qka punë ati? Thot, s'pe prisha xherimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk është xherimi prej mirësisë qështu. Nuk kur fart mire, nuk i ba vetës. As kur fart deri nuk i ban vetës, as Allahu nuk e don xherimin kështu. Pastaj Ebu Sufjani del në rrugë me taku pejgamberin alayhi salatu. Mirë, po plani im sheft i pejgamberit alayhi salatu, plani sekret, s'mundet me kuptu qartë ka të lëdhis pejgamberi alayhi salatu ka autor. Po del Ebu Sufjani me Hakim ibn Hizamin edhe me një tjetër, me kërku ku pejgamberi alayhi salatu, e gjon Abbasi radhiyallahu, takon Abbasin edhe e merr çantë pejgamberi alayhi salatu. Ebu Sufjani e kishte një frikë, për arsye se u shnis pejgamberi alayhi salatu edhe një prej opsioneve që ka mundësi me ndodhë është edhe lufta. E tash Ebu Sufjani me shkute muslimanët ka mundësi e vrasin, po i thot Abbasin besë teme. E çante pejgamberi alayhi salatu. Thot o Muhammed, çështu thota? Çështu thot me vrojnë një tjetrin? Thot mos ki derse senator me vrojnë një tjetrin. Nëse se rezistoni s'kena me vrojë kërkonin. Thot po Sa'd ibn Ubade, Sa'd i madh, thot kur kalova pranë tim tha, sot kena me bën thërtore të mirë. Kena me vrasa të mujna. Sa'd i domon e ka pas to veç për me shfry të mëdhejfin që e ka pas kundër Ebu Sufjanit. Mirë, po i thot pejgamberi alayhi salatu, nëse s'rezistoni s'ka më vrarë kërkush. Edhe natën e parë Ebu Sufjani e bën tenda dikun. Nesërmën shkon e merr Abbasi apo të banu muslimanuti. Banu se s'ka bëj derë. Banu më shpejt musliman. Edhe shkon Ebu Sufjani te pejgamberi alayhi salatu wassalam. I thot pejgamberi tash, halo pa fol Ebu Sufjan. Thot Ebu Sufjan, as ka koha me thon la ilaha illallah, thot halo bashkë. Don halo s'po e ni veten bindon ta. Thot s'ka koha me thon Muhammedur Rasulullah. Menon thot, Allah i thot, të kishin kam të vërteta, zotat e tu, në kishin i musat. Sot në kishin i mu. Ju një grësht njerë që i një kanë ju, me orë sot në mejke këtu, edhe mësë mujtë me ju bo kur gjo, sot në një mu kërkush për i zotë naftën, s'janë të vërtet. Edhe e thot shahadetin. Pas ta Ebu Sufjani thot, vëllaj e kom ditë, thot, prej ditës të parë, kojnë ataku në luftën e Bedrit, e kom ditë që ka me fitu kë. Ti ki me fitu Muhammed. Mirë, pëse si vo musliman të tash, të shtiru konë më tarë për mas, do konë kallaj. Sa njeri është prej e nefësit vetë dhe i natit vetë dhe së ne pranan të vërtetën. Edhe e sheja thët vërtetën, ja thët një hadith, ja thët një meselin. Shtire ko me pranu. Pse? Ka nefësit e Ebu Sufjanit. Sufjanit të shtiru konë me të pranu, me orma stejena, gjitha ta burat ma i shtiru konë. Edhe kjo i thët vetës shtirë, është të në mengu gjithë konen. Ti u bone unë kalëzu muhe, ti u bone unë mësu fejnë muhe. Mire, ti u bone. Kjo është nefësi e Ebu Sufjanit para islamit. Shqy du të me pas kujdes për këti nefësit. Do të me pas kujdes për këti nefësit, sepse kjo është nefësi rëzikshëm, nefës i cili e qënë njeri ju në shkatërim. Na nuk e këshyrim se kush për në jep këshilën, as kush për në jep mësimin, po e këshyrim mësimin që farë është. Për ata djetarët e hershëm, kër e kanë pas qëtë dertë, edhe kër kanë pas dertë që ku e kanë një fjallë të mirë, një këshilë të mirë e kanë marë, thuhët që i ka dollë një njeri në udhe në rrugë e Banifës, edhe ka dosh me qitë për toktit. Ka dosh me a thonë do fjallë që me nëzirë për toktit. Ka pas me njerës dhe 10 herë si kur të sotit.
hajtë ta zohugjen ngosht, hajtë t'ja tham një fjallë, hajtë t'ja përzi me sirë, hajtë ta baj luk. Edhe del për para Ebu Hanifës, Allah i më shërëft, i thëtë, ki frikë Allahun. Shka të bobe? Të një Ebu Hanifja i ka frikë Allahut, të natën të falë, e të ditën të shpjegu fej, e të mësu fej, ja kosh mi vëdari, thëtë, ki frikë Allahun. Sot me dalë dikush edhe me na i thonë që të furëm si nervëz, të t'jo zotit. Që i thëmë na, të t'jo ti, anë i dhonë të t'me tutë. Ose dikush dhe Allah i të zëf, Allah i të zëf tyje, po dhe mua bre. Pse se e merë si qërtim, nuk e merë si doa. Edhe ky del si qërtim, ja dhonë Ebu Hanifës, e thëtë, ki frikë Allahun. Ebu Hanifja kuqet, i kuqet ftyra. Edhe i prejet fjallë, edhe hinë shpetë të thonë, sa kena nevoj për këtë fjallë, sa kena nevoj me një këtë fjallë edhe me na këshillu njerës me këtë fjallë. Hinë shpetë vetë. Edhe e merë këshill këtë, pavarësisht se a i dul për me destabilizu personalitetin e ti. Mirë, Ebu Sufjani bëhet musliman. Tash kur bëhet musliman, po para se më bëhet musliman, do thonë, në ngjarja e çlirimit të Mekës, është problem me mbledh me një ders ose me një ligjërat. Mirë po, më mundu mi mbledh elementet kryesore. Para se më bëhet musliman Ebu Sufjani, sahabët ishin shpërnda në përshkretim shumë, zjarmat shumë të kishin kallë, edhe shë Ebu Sufjani mushet me që krejt arabt të jenë me ta. Në qatë shumë. Edhe bindet që s'ka mundësi me i rezistu. Pastaj, Ebu Sufjani të dërru nga Allahut, Ebu Sufjani është njeri me emën. Në njepi diçka, ndallaj me diçka, ose ka nevoj me dallu. Sepse dikush i cili është i madh, i cili ka respekt, gëzon respekt në fisin e vet, në familjen e vet, mesin e vet, edhe ja nis mu falë edhe mu bon një barabart me krejt ata që është, që janë i madhe, i vogël, i ri, i vjetër, është pak problem. Mund dikush e dën pak me dhoni privilegj. Pejgamberi alayhis salam thotë, po, kush hin shpirt të Abu Sufjanit, pe udhëtorëve të Mekës është i falën, se për zguzon me prej kërkush. Oni fal privilegji. Edhe pse vetë pejgamberi alayhis salam thotë, kush hin shpirt vetë mbyll dyert është i falën. Kush hin shpirt e Abu Sufjanit është i falën. Ja dha më një herë një privilegj e Abu Sufjanit radhiyallahu anhu, se bëhet musliman tash Abu Sufjani. Edhe kthehet Abu Sufjani në Mekë, edhe fillon me fol Paris të Mekës. Thotë Muhamedi është shtorë me një ushtri s'ka kush i del përpara. Kështu që ka arkoha më ndërzu, unë për veti e pranova, u bona musliman, ju veç ka për mërmendje, edhe paka shumë e përgadit klimën e Mekës që mu bo musliman. Mi po posa e Krema ibn Abi Jahel, Safwan ibn Umayje, dhe më hënë djemë të kukave të mëdhaj, i dhujtharëve të mëdhaj, djali Safwani, djali Umayje ibn Khalaf, pastaj i Kremja, djali Abu Jahlit, këta dojnë me rezistu, kena me luftu, thët. Mirë, pejgamberi alayhis salam kur afrohet në Mekë, e ndonë ushtrin të 3 grupe. Një grup e cakton Khalid ibn Walidin nga ona e djathtë. Do të thonë të shku prej Medinës, tash llogarit prej Medinës të lshu te poshtë, një ok Mekë. Tash ka ona e djathtë i vjen më ka deti. E i thotë Khalid ibn Walidit kaloti ka ona e detit anena, edhe nëse has në rezistencë, rezista. Nëse nuk has në rezistencë, mos lufto me kërkonin. Pastaj Zubair ibn Awamin e cakton me një pjesë tjetër të ushtrisë nga ona e majtë e Mekës. Ndërsa vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam me Abu Ubejdën edhe me disa sahabë të tjerë, një grup i ushtrisë pak më i vogël, hin nga hymja kryesore e Mekës. Vendos ashtu me. Edhe i thot takimi jonë është te kodra Safa, aty më lidhni. Mirë, pejgamberi alayhis salam dhe ushtria që është me ta nuk hasin kurfar rezistencë, veç hesin, sa të mujnë me hes derisa të hinë Mekë. Ashtu dhe Zubairi, ndërsa Khalid ibn Walidi hasin rezistencë. I nxisin disa aleat të Kurajshitëve me rezistu me kundër ushtrisë pejgamberit alayhis salam, edhe e zhvillon Khalid ibn Walidi me thonë do sahat. Jo të nditën, po disa orë betej edhe shpartallëkën shpejt, thuhet që janë vrarë 3-4 muslimanëve, një 2-13 të idhujtarëve, edhe janë shpartallu mirë, po, të thonë kanë ndodhur një konfrontim i shkur aty për aty, edhe nuk e nxjerr çlirimin e Mekës nga të qenurit çlirim pa luftë. Edhe pse kanë ndodhur kjo rezistencë. Mirë. Pse pejgamberi alayhis salam po takumi te kodra Safa? Çka më bëti? S'pi thot te qabja, edhe pse qabja me kodra Safa nuk janë shumë larg. Thot te kodra Safa takohemi. Edhe kur mlidhen gjitha ushtrit. Te kodra Safa, hyj pejgamberi alayhis salam kodrën Safa. Edhe thot la ilaha illa Allah wahda, nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illa Allah.
e ndihmoj ushtrinë e vet, do të s'ka zot tjetër pas Allahut, i cili ndihmoj ushtrinë e vet, e triumfoi robën e vet, edhe u mundën u shpërtallun psun disfat grupe tjera jo islame. Pse në Safa? Sepse pikrisht momenti I parë që pejgamberi alayhis salam ka dalë haptas me I thirr idhujtarët e Mekës ka qenë Safaja. Edhe ka hyrë kundër Safa, edhe I ka thirr, o familja filanit, familja filanit, familja filanit, familja filanit, çka ja mërmendja nëse ju tham që në ushtri është të ardhur mbrapa Safas do më na sulmuam, kish besoj thën po. Atëherë thot, dini që unë jam ardhur me ne tërheqje të vërejtjes edhe me një kërcënim tjetër dhe më të rënd nëse s'baj musliman, se është xhenemi për gjithmonë, edhe këtu Ebu Lehebi thot tabban lak. U shkatë rafsh, mjerë për tyja, për që tona kem ledha. E tash I erdhani, më u këthyt njëti në vend, qëllimtar. Njëti në vend, ku e përgjënështrum, edhe ja thanë fjallë të rana, edhe se dëgjoj kërkush. Edhe preqa ti vendi, filloj arbitësia ndaj pejgamberit alayhis salam, po kthehet I dërguari Allahut, mas 18 vjetëve, aty, edhe qëllimtar, komandanti 10.000 ushtarve, Mekën e ka kretë në dorë që tash banorët e Mekës, çka dush ban me ta, edhe po e thot këtë dorë, la ilaha illallah wahde. Nuk ka zot tjetër pas një Allahut I cili është një dhe I vetëm. Ndihmoi robën e vet, ta deri në fund të dasëm. Pastaj u mbledhën mushrikët e Mekës. Edhe po presin. Pejgamberi alayhis salam fillimisht kur hinin në Mekë, thot Xhabiri radiallahu anhu, se edhe transmetuesi tje, thot gati I prekte mjekra në shal devës. Llogariti me 10.000 ushtar, qërimtar, po hinte një vend ku e ka armik kryesor, plot 18 vjet e luftun edhe e torturun, ja morën me pasurije, e vron me shoke, me krejt. Edhe thot t'i shkon dikush tjetër vend ti, kishin koklart, kishin të umbur, edhe kishin ku me di çfarë forme. Mirë po pejgamberit Allahut nuk I takon ndryshe vetëm se me qenë mëshirë për gjithë njerëzimin. Thënë sahabët, gati I prekte mjekra, pe modestis I prekte mjekra në shal, duke hinë Mekë. Për me të regu që unë s'ja marrë këtu, për me të regu me ndjemasi, as për mu hakmir, as për mu bon, si kurse jo mizar, unë ja marrë për diçka më të madhe, ajo është se Allah më ka dërgu mëshirë për njerëzimin, mëshirë edhe për juve. Tash, I ka për para me kasit, idhujtartë, që e nëzorën për I shtëpis vetë, ja morën pasurin, ja largun familjen, ja largun shokët e ngusht, disa ja vran, disa ja torturun, disa ja burgosen, disa ato luftra që I banën kundër tina, edhe I ka për para. Edhe për I thirë, qka jo mërmendja, ma dhe të dhunune, enni fa'ilun bikum, qka me nëni që kam ju boqë të ashtë juve. Të shkon dikush në vend tina, dikush tjetër, s'kish thonë, he qka me nëni që kam ju boqë të ashtë. Ja kish nisë. Pejgamberi alayhis salam thotë çka ja mërmendja që bëjnë tash me juve. Ata krytullën, krejt. Me Abu Sufjan e tjerë krejt. Edhe po thonë El-Karim ibn El-Karim, El-Karim ibn El-Karim. Ti e bujari, ti e fisniku I biri fisnik. Të thonë ti e bujar na fal. Ti ki zemrën e madhe na fal, por ndryshe na kena bosha kena bën. Ama ti nuk e ban ato që kena bën. Edhe po I thotë esni. Shkoni në shtëpi. Këtë jeni të falën, kur farahaki s'keni të une. As kur kush më starun shpinën për me. La. A ka falje, a ka amnistimat masë sa kja. Gjitha të luftra, gjitha të vrasje, 18 vjet arbitësimi, 18 vjet komplote kundër Muhamedit alayhis salam, 18 vjet përpjekje për me zhduk, me vra, me zhduk besimin, fen edhe shoqërinë e tina, për e thotë shkoni në për shtëpia se kërkush s'kucon me ju prek. Të falën jeni. Për ata nuk ka do një tregim tjetër historik që të regon falje më të madhe dhe amnisti më të madhe dhe bujari më të madhe sa bujaria Muhamedit alayhis salam. Pikrisht që ka dërgu Allahu mëshirë për njerëzimin dhe jo vrasës për njerëzimin. E thiri kujdestarin e qabës që ishte Uthman ibn Talha, thëmë jep qelsët. Hinin qabe, kur hin qabe, që ka me posa idhulli, sa fotografia. E këshin vizatu Ibrahimin a.s. disa transmitime dhe Merjemen. Dhe më thonë, shka ju ka shkuna për men, që mujnë me bo një idhull, një put, e këshin shtinjet në qabe. Edhe pejgamberi a.s. filloj me I thyjet. La ilaha illallah wahde. Pastaj thot u kul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Thuaj erdhe vërteta dhe u mposht e kota. Sepse e kota gjithmonë është e oltë dhe në çmumë dhe e mposhtur.
Edhe i thënë të idhujt njën nga një, krejt, që kënë qabe i nëzur jashtë, edhe që kënë rrëth qabës i mledhët gjithë edhe i thynë gjithë. Sepse kishin nevojë me javlargu këta idhuj. Mirë po para se me javlargu idhujt, pejgamberi alayhi salam javlargoi mëllefin edhe urrejtjen prej zemrave. S'kishin më arsye me urrejt pejgamberin alayhi salam, sepse i dërguari Allahut me plot drejt mundë mu hakmir ndaj bekasve, edhe me i vra shumicën prej tyre, dhe kishte me drejt për arsye se armiq. Plus i fali, javlargoi një herë urrejtjen. Edhe i hapi dritës në zemrat e tyre udhëzimit islamit, tash po ja fthen idhujt. Edhe gjithë po thojnë vallai tishin kanë zota për me këta na kishin mu. Sa ne mund kur gjë. Tash fillon më u kfjellat atë, tash fillon me çelësi. Për ata ka nevojë dikujt me largu do perde. Ka dikujt nevojë me largu ato që e ka për mi krye. Ato i cili ja ka mpi trunin, ja ka shpërlo trunin, ka nevojë me largu një herë. Thonë ka dalë me në me trutonin. Largoj që të perde. E pejgamberi alayhi salam po ja largon këtyre perdet, edhe po fillojnë me po qysh për gjithë ta zota. Gjithë këta dhe s'animoj asnjëri. S'ka këtë kërqa. Edhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u fal në qabe, mes qabës, i fali 2 rekate, falënderim ndaj Allahut të lartësuar që ja mundsoi me hap qabën, me qiru qabën. Edhe urdhëroi më thyj gjitha putët, gjitha idhujt. Pastaj Allahu zbriti ajet kuranor që m'ia kthy çelsat kujdestarit qabës. Edhe pe thithët ku është Uthman ibn Talha që çelsat. Edhe sot adet çelsat e qabës janë në dorë të kësaj familje, se ka marrë kërkush. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha kretin i të falun, pos janë disa që s'ka me i falë. Thot një gjithë edhe të vjerën për mbështjellëset qabës, vroni, s'ka besë për ta, për arsye se i kanë të i kalu kufit e mizorisë. Këtu pastaj dietarët, historianët, janë mundu me numëru se kush janë këta. Disa thojnë 4 burra edhe 2 gra. Disa thojnë 6 burra e 2 gra. Disa thojnë 9 burra e 8 gra, po kryesorja prap në mesin e Mekës. Që Allah alem me 10 ramira banor ka pas, një 4-5 nuk përdojnë me i falë tjertë të krejtë. Ka nuk përdojnë me i falë, po i përmendim shkurtimisht. I pari është Abdullah ibn Abi Sarah, pastaj Ikrime, djali Abu Jahlit, është Abdul Uzza ibn Khatal, El Harith ibn Naufal. Këta janë gjithashtu, dhe më këta janë 4 burrat, edhe 2 gra janë 2 këngëtare që kanë kënu me pare në Mekë. Kush i ka vagu ma shumë, edhe kush ka mujtë prej Mekasve, i me dhonë pare shoje Muhammedin, janë i këngë. Shoje Muhammedin, janë i këngë. Shoje Muhammedin, janë i paret edhe një këngë. Këto nuk i fali pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shkurtimisht, Abdullah ibn Abi Sarh, pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e fali për arsye se kishte bë musliman, edhe kur shkon me Medinë, bëhet me bën hijret, e vret një person atje. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ja kërkon dijen, shpagimin, ik prej Medinës për mi shpëtu dijes, vjen Mekë edhe bëhet jo musliman apet. Edhe çka bën? I ki shkruar ai dajete, edhe i thoi që në Mekë Muhamedi s'din tjetër se me çka i kum shkruane. Unë çka kum dosh kum shkruane ai çatë fjalë thot. Ai se bëj kemen që me qindra të tjerë sahabe e kanë shkruar Kur'anin. Ai më nekë që vetë ka shkruar pse pak ajete ke shkruar. Gjithashtu prej atyre që nuk i ka fal është Ikrime ka ik. Kur ka hyrë pejgamberi alayhi salatu wasallam Mekë, ai ka ik. Edhe u nis drejt detit, me dalë në deti, me kalu deti dhe me shku në Abisini. Mi po gruja vetë muslimane. Gruja vetë muslimane, edhe i thotoj dhurë Allahut, ama fali Ikrimen. Ama fali Ikrimen. Edhe 2-3 herë, 3-4 herë, thotë shko merre, le të vjen, se për e falëm. Edhe pse, kishtë dhonë urdhër që s'falet e Ikrime, po, shko në gruja vetë, edhe pak pa hyp në një emrin. Edhe thotë këtheu se të ka falë Muhamedi, thotë s'u falë kur muaj. Ai kishte kup shpresë, gjithat urrëtie, gjithat armiqësi, thotë kur s'u falë. O thotë këtheu se të ka falë, se që unë jam marrë prej Mekës me të marrë. Edhe vjen Mekë, bëhet musliman, pastaj bëhet musliman i mirë Ikrime, radhiyallahu anhu. Gjithashtu Safwan ibn Umayya, djali Umayya ibn Khalaf, ai nuk ishte për persona që si ka folë pejgamberi alayhis salam, po për frikës kish ikë dhaj.
edhe ishëm shef dikun. Edhe një kushëri i tina, që ishë bo musliman. I thotoj dërgumë Allah, të sa njëre në falë, smet kush pa e falë, falë ma dhe sa fonin, fali këf, shko merë. E thot, ama jep një shenjë se su më besane, në që ka himi tuta në polës, ama një shenjë, që ti ma ke dhonë shenjën, se po e falë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merë qalmën, jep qalmën e vetë, dhe thot, shko me qalmën e teme. Edhe e ta kanë Safoni, thot, këtheu se të ka falë pejgamberi. Thot, ja, su më falë kërë. Këtheu mërë, thot, që ku qalmën, ku më ka thonë si mbes edhe shenjë që të ka falë, me nëzija mu shmenën edhe e këthe. Këthejet Mekë edhe këtë bëhat musliman edhe shpëtën. Gjithashtu, është edhe një shok i Uthmanit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë Abdullah ka pas emrin, Uthmani ka pas shok. E tash Uthmani shkon me morë ato në bejsa dhe vjen të pejgamberi alayhis salam. E thotoi dërgu me Allah, Abdullah do më bo musliman. Pejgamberi sallam se e bëdurën. Mirë, rrin pak Uthmani radhiyallahu anhu, urt. Ka orkesh me ngusht. Rrin pak, rrin. E sheshi u që të cumë pejgamberi alayhis salam, s'ka ma bejtën e tjerë. Thotoi dërgu me Allah, Abdullah do më bo musliman. Se e bëdurën. Apet herën e trejtë e pravat, Abdullah do më bo musliman, dërgu me Allah, të të bërë dërën. Hadi, pështaj. Masit kalën Abdullah, dhe të pejgamberi alayhis salam sallallahu, qysh që kujtu dikujt mu quell me vra. Ja, s'mor të vesh që tham që këto se folëm. Plus nuk e kuptoj që ju që unë si janon shadërën që këtu, s'ka beskë. Që atër e kuptu në salvat. Mirë po, kaderi Allahut ka urtësi. Njani thot, oj dërru me Allahut, s'na i bëjshë me shenjë di qyshme. Vesh me na i bo me shenjë, unë e kësha kry këtë punë. Ja, s'vritët, pejgamberi Allahut nuk vret kështu në ndredhi me shenjë. Ti dosh me ditë, si ja dash dërën, kur jemi hinë Mekë, kemi thonë që si ja falum, filanit edhe nëse e gjojmë në qabe, si ja falum, ju su qut me vra, për hajë koftë u bo musliman, hajde pështaj edhe. Për i kretë këtyne, 6 ose 9, që nuk i ka folë pejgamberi alayhis salam, shumica për tyne prap kanë shpëtu. Të mund qështu, me ndërmjetësime. Kush kanë ndërmjetësu të pejgamberi alayhis salam? Qoftë edhe grue, qoftë kush dhe që ka qenë, ka thonë pejgamberi sallam o kry. Që ati që i ka dhonë besë, e ka dhe besën tonë. Sa që edhe Ummi Hani, është motra e Alijut radhiyallahu anhu, i merë në besë 2 kusheret vetë, për një prutë e pejgamberi alayhis salam. Thotoi dërru me Allahut, po më thot Aliju ka më t'i vrau qëta. Unë i ku më dhonë besë këtyne. Thot, heshme se ki derë, se që ati që je besë ti edhe na i kina dhonë besë, s'kuzo kush me prejkë. Edhe, pastaj pejgamberi alayhis salam ditën e dytë, prapi u mon ligjerem, edhe ullet të afër qabës aty, edhe venin burrat, grupe, mi adhon besën pejgamberit alayhis salam më bë musliman. Ndërsa, anena, ka ona e vet, e kishtë caktu një grua aty, gratë shkonin ja japnin besën asoj gruës. Se pejgamberi sallam s'u ka fol për dorë grave, edhe ja japnin besën, u bë muslimane, ndërsa burrat ja japnin dorën pejgamberit alayhis salam. Por një kohë shumë të shkurt, këtë Mekja gati u bë musliman. Që do thotë se kanë pas nevojë më shiru. Njerëzit kanë nevojë me aqel sytë. I jep një këshill, i jep një nasihat, i fol mirë, i fol hakikat, i fol logjikshëm. Thot pas na pas nevojën mëre. Të kush na kanë terr, dikush do të kush na kanë terr informativ, ka nevojë me aqel sytë dikujt. Disa historianë kanë përmend që edhe gruan e Abu Sufjanit Hindin nuk e ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por nuk është e vërtetë. Sepse mas pari pejgamberi alayhis salam, a ka thonë kush hen shpit e Abu Sufjanit është i falur? Gruaja e Abu Sufjanit, shpit e Abu Sufjanit. Pastaj nuk është transmetuar në për transmetime të sakta historike se edhe gruaja e Abu Sufjanit ka qenë për atyne që nuk është falur. Thjesht ka ardhur gruaja e Abu Sufjanit Hindi, u bë muslimane, edhe kur e ka marrë besën pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka fol, ati ka qenë gruaja që e ka dhënë dorë. Edhe ka thonë, mësi që dhe zgruj kanë, apo na jep besën, se s'kemi bo shok Allahut. Nuk keni mi vra fëmijët për zgjalli, subhanallah. S'keni mi bo shok Allahut, s'keni mi vra fëmijën për zgjalli, s'keni me shpif, edhe nuk keni me bo zina. Grave. Hindi thot, subhanallah. E do Hindi ka qenë gruaja e këfjalt. Subhanallah, gratë e ndershme, gratë fisnike, bojnë zina, të hanë, zinaja nuk ka qenë njohur të gratë fisnike në Mekë. Edhe pse i dhujtare, po s'ka qenë zinaja e njoftën. Për ata Hindi u çudit ka hanë, gratë fisnike bojnë zina, të mos ka nevojë me ta thonë këtë besë, unë e kam këtë. Sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej ngjarjeve interesante është
Se e pranojnë islamin këtë me i ka gati, vjen edhe baba e Ebu Bekrit e pranojnë islam. Baba e Ebu Bekrit radiallahu anhu nuk ka qenë as hajri i Turkit, as sheri shkavi që të popull. As kundër muslimanëve, as me idhujtar, po kryesorja ka me idhujtar deri në çlirimin e Mekës. Kur i ka prunë Ebu Bekri babën e vet, i thinjën, flok e mjekër i thinjën krejt. Edhe i thot Ebu Bekri, oj dërgu me Allahut, baba po do më bë musliman. Gëzohet pejgamberi alayhis salam, edhe mos i bëhet musliman, i thot merrni edhe lynja, mjekrën edhe lynja flakt, domethënë hiqnja këto thinja. Bane pak ma të ri. Ndërsa Ebu Bekri radiallahu anhu fillan me qajt. Domethënë t'ia dhon besën baba i vet, pejgamberit alayhis salam se bëvona musliman, Ebu Bekri nis me qajt. Ebu Bekri t'i ka ndonë lot kallaj. Edhe thot oj dërgu me Allahut. Se e vetë pejgamberi alayhis salam, çka është? Çka po si me qajt? Thot oj dërgu me Allahut, unë shumë jam gëzuar që baba po bëhet musliman. Veç vallahi thot në vend dërës të babës tem, t'i shkon dëra e Ebu Talibit, isha gëzu shumë më shumë. Sot, t'i shkon dëra e Ebu Talibit, edhe pse babë, të leuqkës, edhe kush nuk gëzohet për babën e vetë me pamirë. Mi po, t'i shkon Ebu Talibi, mingja jetë, me dhadhon dëra në vend babës tem, isha gëzu shumë më shumë se që po gëzuna për babën. Sepse e kum ditë, edhe më koni sigurt që me islamin Ebu Talibit ishe gëzu shumë ti. E kështu që isha gëzu edhe në me gëzimin tanë. Kjo është kalibri i lartë. Ebu Bekri është kalibri i lartë. Mu gëzu me gëzimin e pejgamberit alayhis salam të rallë kanë ndodhur kjo. Do e harroj babën, e harroj islamin e babës. Veç ta kisha po gëzu shumë pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe jo më rralt, jo më rrezitshëm kur i ka vdekë Ebu Talibi dhujtar. Veç ta kisha po t'ia dhon dorë Ebu Talibit i thon po bëna musliman, ashhadu an la ilaha illallah, isha gëzu më shumë se sa babën tem që po e shoh sot musliman. Kush e thot këtë? Pra ta s'ka kalibër të Ebu Bekrit s'përsëritet monument. Nuk ka, është kalibër i lartë. Edhe te për tullët, te për të poshtër, te për të nënshmumë dhe të përbuzën janë ata të cilët mundohen me fy edhe me shajt këtë figurë të madhe. Që është figurë kyqe islamit. Islami s'paramendohet pa Ebu Bekri. Radiallahu anhu. Pastaj, pejgamberi alayhis salatu wassalam i dërgon sahabët me i prishë dhe idhujt e mëdhaj që kanë qenë rreth Mekës. Edhe dërgon Khalid ibn Velidin me shkatru Uzan. Lati, Menati edhe Uzaja kanë qenë 3 idhujt kryesor në Mekë mëdhaj. E Uzaja, thënë historiant, ka qenë një shtëpi e shkret me thonë, e bushatisu, s'ka nejtë kërkush aty. Edhe ka pos një 3 pemë të mëdhoja, 3 lisa të mëdhaj. Edhe aty kanë shku e kanë adhuru qëtë vend. Aty mrena ka qenë një shejtan, thënë. Disa historian thënë ka qenë shejtan, gjinesh, femën që ju ka full. Sa herë kanë shku aty, me kërkun dima, diçka e ju ka full për mrena. Disa thënë u shkon një plak, i dhujtare, njeri, po të thonë u konë shejtan, sepse ajo u shbo se vep që me i nxirë prej fejes. Kryesorja, kush e ka adhuru? Uzan e ka adhuru qëtë shejtan. Edhe kër e ka shkatru Khalid ibn Velidi, ata me kasit po tutën halose, veç sa e kanë lanë kufrin, po tutën mos pindollë në sen. Khalid ibn Velidi për shkatron atë shpik bombi prej lisat kur dult. Ajo një plake, flakët e shprishuna, ftyrë e shëmtume, tash a ka qenë gjin, a ka qenë plak, po kryesorja, aja ka qenë mrena, e cila ja ka shkaktu këtë idhujtari edhe këtë kofër edhe shirk atyre që e kanë adhuru Usan. Pastaj edhe Amr ibn Asin e ka dërgu me shkatru Suvan, Menatin e ka dërgu Sad ibn Zeidin me shkatru, edhe idhujt kryesor u prish. Idhujt. Mirë, llogarit i Khalid ibn Velidi, Amr ibn Asi, freken bo musliman, si ka një vjetë 2, mirë, po shfar pun të mëdhaja po kryendësi. Pejgamberi alayhis salam pja beson do punë të mëdhaja, me shku mi shkatru idhujt kryesor Khalid ibn Velidi, Sad, Amr ibn Asi, më të vërtet do bëhen këta njerëz kanë qenë burra të mëdhej. Mirë, është interesant edhe diçka në këtë ngoti. Pejgamberi alayhis salam kur i thot shkoni se ju kon fal, s'ka hak kërkush ndaj meje, mos të friksohet kërkush, shkoni kush vjen te i thëgjoj dërgo Allahut, ama fal filanin se e kom marr mbes, fali kuft, ama fal filanin, fali kuft. E gjitha këtu ensart fillon me mendu ndryshe tash. Ensarat fillon me mendu ndryshe, mas po e humbin pejgamberin. Erë pejgamberi në Mekë, e pas ka marrë malli për vendin e vetë, të ka përmalu për Mekën, të ka përmalu për njerëzit e vetë se po fol me të madhe, edhe i thanë do fjalë interesante, thanë amma rrejulu
fa akhadhathu ar-ra'fatu biqam. Thanë ensart me dinarin. Pejgamberin e kapi malli, e kaploi malli për njerëzit e vet. Edhe dëshira për me jetu në Mekë. Këtu fjalë Allahu ja çoi shpallë pejgamberit alayhis salam. Edhe po i thot Ebu Hurajrës, mbledh me ensart krejt. Veç ensart mbledh me. Edhe i tha, a keni thonë qështu? Ta po, ensarullah. Zemrat për i gjomit, për i qelësit, s'kan dit me më shefdish. Thot, po, kina thonë. Thot, dine, thot se, unë jam rëbi Allahot dhe i dërgum i ti, dëmëhon e moj besën. Edhe qka të më rëdhënë Allah ve praj. Dine se jetën e bëj me juve, edhe vdekjen ka me bëj me juve. Edhe ensart krejt një zani thënë oj dërgum i Allahot, vallahi këtu fjali kina thonë, prej frikës e mas po këthejmi në Medine pa tyjetësh. Në tjerë dhe Mekë, mejtë këtu në me kanë më këthejnë Medine. Për shta e thamë? Edhe thot, transmetuesi e Buhariu thot, jo kum po qafat. Me i kratë pëse kohë, thot edhe qafat të shkullat e nësarve, mas këtyne fjalëve që ja tha pejgamberi alayhis salam, sepse unë jetën edhe vdekjen e kam me juve. U bosh ka bon me juve jam. Mos keni frikë. Pastaj zbriti surja idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të vjen çlirimi, ndihma e Allahut dhe çlirimi, edhe kemë i pa njerëzit të hinë fej grupe. Kjo sure, fillimisht ka qenë paralajmërim i vdekjes pejgamberit alayhis salam, sepse i dërguari Allahut 1 vjet e gjys, jo 2 vjet plota, mas kësaj ngjarje vdes. Edhe u shliru Mekka, njerëz fillon me hinë islam grupe, mor mas pori me kasit vinin grupe. E dyta fisët që ishin rreth Mekës dhe Medinës, e që ishin neutral. Shumica prej tyre e preçin çysh po përfundon epilogu i ngjarjes mes Muhamedit dhe Kurejshetëve. Nëse fiton Muhamedi bëhen musliman krejt. Nëse Kurejshetët bëhen musliman, kanë më bë krejt. Si henën Kurejshetët me kasit në islam, krejt fisët fillon me ardh pejgamberit alayhis salam ranjon. Për ata pejgamberi alayhis salam sa kthehet prej Mekës në Medinë, për çlirimit Mekës, quhet viti i delegacioneve. Për të nënve fisët i quhen delegacionet janë të bëhen muslimanë, janë të bëhen musliman, edhe tamam që përshkruajti Allahu se kur ndodh çlirimi i Mekës edhe i vendeve tjera, edhe ndihma e Allahut realizohet, kemë i pa njerëzit që hyjnë islam grupe, edhe kjo ka qenë lajmërim që pejgamberi alayhis salatu wassalam po e përfundon misionin. Për ata Omer radhiyallahu anhu e ka pas në këshill në grup njerëzve që u këshillu me ta sahabëve. Ka pas këtë burrat mëdhej, edhe Abdullah ibn Abbasin të vogël. Shumë prej aty i ka thonë që ka merr këtë fëmijë. Bashkë që kanë thonë, po, thonë ju ka duke e rëndë, këtë burrat mëdhej të rrymë gjatë ato vjet. Edhe Abdullah ibn Abbasi me him me ta, edhe në ditë Omerit don me tregu se kush është Abdullah ibn Abbasi. Thot, po më duket që po ngushtohi, spjegoj fort mirë pse Abdullah ibn Abbasi është me neve. Thot, po kive tjerë plët, ma të maj se kjo, ma të rrimë se kjo. Thot, mirë, qka do me thonë surja idha jaa nasrullahi wal fath? Edhe fillojnë sahabët e mëdhej. Njoni thot, kjo të regon se ka mu shiru Mekka, i tjetëri ka mu bo kështu, kanë me hinë njerëzit në feje, kanë mu përhap islamimi, thot, diçka tjetër? Që të këtë? Thot, Abdullah ibn Abbasit, qka thuti për surën idha jaa nasrullahi wal fath? Thot, kjo surë ka ardhë lajmërim se ju ka afru vdekja pejgamberit alayhis salam. Thot, apëshe për shka e moj Abdullah ibn Abbasit? E shkaj në mend dikujt juve? Kjo pikërisht lajm prej Allahut se pejgamberit alayhis salam i ardhkoha me dorëzu shpirtin. Për ata thot për moj Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu. Pastaj pejgamberi alayhis salam ditët në vijim Mekë nuk i boni të shtëpia vet, shtëpinë e ka pas afër Safas. Mirë po, urdhëroi që mja vendos tendën te vendi ku janë mbledhur mushrikët me i bon bojkot muslimanve. Do thonë 3 vjet që i kanë bo bojkot se janë kanë Mekë, në vendin ku e kanë bo takimin mushrikët. Edhe kanë vendosur që 3 vjet me i nxjerr prej Mekës muslimanët, as mos mu martu me ta, as mos mu shit, as mos mu ble, që aty ka thonë maqit shtatorin. So, u shkatrun do thonë gjitha marrëveshjet. Edhe i ka thonë Zejdi. Në fakt i ka thonë Usamja, djali i Zejdit. Ato i ku me Allah, as përshkrim të shtëpia. Sepse Zejdi ishte rrit shtëpi të pejgamberit alayhis salam, pastaj Usamja djali i tij. Thot, ku me shku të shtëpia, na kanë lënë diçka neve? Akili na kanë lënë diçka? Amor Akili ka qenë djali tjetër i Abu Talibit, i cili nuk ka qenë musliman. Edhe Akili ka qenë pabesimtar, ka trashëgu prej Abu Talibit, ndërsa Aliu radhiyallahu anhu dhe Xhaferi nuk kanë trashëgu sepse musliman këta, Abu Talibi ka vdekë musliman dhe muslimani nuk lejohet me trashëgu prej muslimanit edhe e kundërta.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ta kanë kur gjoj kanë marrë këtë. Edhe e vendos tendë aty, çdo ditë pejgamberi alayhi sallam ju monte ligjëri me sahabëve dhe ju tregonte për disa rregulla dispozita. Prej dispozitave është se prej sodit, thot pejgamberi alayhi sallam, prej sodit kush e vret dikonin, s'ka më luftë, s'ka më vro pa ushall. Kush e vret dikonin, familja e dvëromit, ose e kërkojnë shpagimin e gjakut, ose kërkojnë me vro. Domthonjë që shteti, pejgamberi alayhi sallam që është shtet këtë rast, kërkojnë me vro vrasin edhe e vrojmë, s'ka me vro dikush tjetrin, s'ka me vro një tjetrin. Kjo e para, e dyta thot kamata është e ndaluar. Kamatën e parë që e shkeli me kam është kamata e Abbasit. Pastaj eri përsërit ndalimin e martesës të përkohshme. Thënë disa dietarë, martesa e përkohshme është ndaluar 2 herë. Një herë në Khajber, që kemi përmend, një herë në Mekë, po e vërteta është se është ndaluar 1 herë në Khajber, mirë po kanë pas nevojë sahabët prapë m'ia konfirmu. Me kazve tash, sepse frika në Islam ju tregu aty që është ndaluar martesa e përkohshme në Islam, gjitha aleancat, gjitha marrëveshjet e xahiletit, të cilat ishin kundërshtim me Islamin, të gjitha i shfuqizoi pejgamberi alayhi sallam, vetëm aleancat e mira, të cilat përmbanin mirësi edhe lidhje farefisnore, tjera të gjitha i shfuqizoi, Mekën e shpalli harem, që nuk lejohet me derë gjakën tonë, nuk lejohet me luftu, nuk lejohet me gjujt gjahin, nuk lejohet me shkull drojt ose me prej drojt. Gjithashtu tha s'ka mo hijret më sodit, ka bo kush ka bo hijret, ra mo hijreti. E hopën një mundësi, musliman prej këti momenti, e hopën një mundësi të madhe, një ibadet të madhe me bo hijret në Mekë, do në Medinë, se u shiru më Mekë, s'ka nevojë për hijret. Qëndrojnë 19 ditë në Mekë, 19 ditë e ka shkurtu namazin pejgamberi alayhi sallam. Tash a 19 ditë, a 15 ditë, a 4 ditë, a 7 ditë, a 18 ditë, janë mendime dietare, por kryesorja pejgamberi alayhi sallam në këtë rast 19 ditë në Mekë, 19 ditë e ka fal namazin e udhëtarit të shkurtuar. Gjithashtu, gjitha martesat që ishin mes idhujtarëve, po edhe nëse dikush prej bashkëshortëve dhe bëhej musliman më herë, për shembull gruaja u bëhej musliman para se mu bë burri, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur bëhej edhe burri musliman e llogaritke valide martesën që e kishin ata dhe nuk ju përstëritke martesë ose akt martesor, edhe e përmendi gjithashtu prej rregullave që testamenti nuk lejohet me alon dikujt më shumë se një tretën, sepse duhet me alon trashëgimtarë, nëse dikush don me alon testament, atëherë i lejohet me alon një tretën. Edhe e përmbylli periudhën, domthonë qëndrimin me pejgamberi alayhi sallam për pak ditë, shumica u bën musliman, çobja ju kthy reputacioni edhe pozita që e kishte, u bë shtëpia e Allahut, kible muslimanëve, vend i tauhidit ku njësohet Allahu, madhrohet Allahu i lartësuar. Dhe tash mbetet edhe një rrezik tjetër, mbetet rreziku i Taifit edhe i fisit Hawazin, që ka jetuar afër Mekës. Pejgamberi alayhi sallam tash e bën planin qysh mu drejtu edhe me ta, edhe për ata duke qenë Mekë ndodhin betejë e Hunenit edhe betejë e Taifit. Por çdo 19 ditë ndodhi çdo krejtësimi i Mekës, betejë e Hunenit, betejë e Taifit, por këtu janë tema në veti, edhe Taifi, banorët e Taifit, fisi Hawazin, domthonë te Huneni, me kasit për 19 ditë bëhen musliman krejt. Pos nevoj me qliru dikush, ka pos nevoj Allah. Sada ka nevoj botën me qliru, ka nevoj. Ka nevoj me qliru ment e tyre. Sa e sa njeri flet edhe mendon me ment huja. Edhe flet edhe mendon me idejtë të cilat ju kanë pjek pa i analizu se janë sakta asja. Ka nevoj dikush me largu këtu. Ka nevoj dikush me hek perden. Ka nevoj dikush me kthjell. Shumë prej njerëzve janë prej e ideve, ideologjive, traditave, zakoneve që do të me gjetë rrugën, do të me gjetë metodën se qysh mi avlargu këtë pengesa edhe njerëz me po dritën e vërtet, dritën e Islamit pa këto pengesa. Ky pra ishte tregimi për çlimin e Mekës, edhe pse ka shumë elemente tjera rreth çlimit Mekës, mirë po janë detaje të cilat nuk mundemi me përmbledh me një ders. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.